Alba dhe limi, durimi që mban shpirtin gjallë. Alba është në një gjendje që nuk përshkruhet lehtë me fjalë. Nuk është vetëm lodhje. Nuk është vetëm trishtim. Është ajo pika ku shpirti dhe trupi bien dakord se nuk munden më. Ku çdo mëngjes është betejë dhe çdo natë është lutje që dita tjetër të jetë pak më e lehtë. Ka ditë që Alba nuk ka forcë as të flasë. Ka ditë që buzëqeshja i dhem. Trupi i saj është i lodhur, shëndeti i saj është i brisht, por ajo që dhem më shumë është shpirti. Një dhimbje e heshtur, e thellë, që nuk bërtet, por ha nga brenda. Dhe në këtë errësirë, limi nuk largohet. Ai nuk ikën kur Alba mbyllet në vetvete. Nuk ikën kur lotët i rrjedhin pa arsye të dukshme. Nuk ikën as kur fjala jam mirë del nga goja e saj, por syt tregojnë të kundërtën. Limi rri. Thjesht rri. Dhe ndonjëherë kjo është forma më e madhe e dashurisë. Ai i qëndron pranë në heshtje. Me një dorë që e mban fort. Me një shikim që i thot gjithçka pa fjalë. Me një zë të qetë që i përsërit çdo ditë të njëjtën gjë, sikur ta kishte bërë betim. Duro edhe pak, shpirt. Doja dalësh. Je më e mira. Alba ndonjëherë nuk e beson. Jo sepse nuk e do limën, por sepse dhimbja ja ka mjegulluar besimin. Ka momente kur mendon se është barë. Se po lodh të tjerët. Se nuk është më ajo vajza e fortë që ka qenë dikur. Dhe pikërisht atëherë, limi i kujton kush është. Ai nuk i premton gjëra të mëdha. Nuk i thot se gjithçka do të rregullohet menjëherë. Ai i thot të vërtetën më të bukur që mund t'i thuash dikujt në dhimbje, nuk je vetëm. Në netët e vështira, kur Alba nuk flet dot, limi rri zgjuar. E dëgjon frymëmarrjen e saj. I numëron rrahjet e zemrës sikur të ishin lutje. Dhe edhe pse ndoshta është i frikësuar, edhe pse ndoshta nuk di si ta ndihmoj, ai nuk largohet. Sepse dashuria nuk është të kesh përgjigje, por të mos ikësh. Shëndeti i Albës është i lëkundur. Ka ditë më të mira, ditë më të këqija. Ka ditë kur shpreson dhe ditë kur dorëzohet. Por në çdo ditë, limi është aty. Jo si hero. Jo si shpëtimtar. Por si njeri që e do dhe që duron bashkë me të. Je më e mira, i thot ai, edhe kur Alba ndihet më e dobta. Doja dalësh, i thot, edhe kur rruga duket e pafund. Duro edhe pak, jo si urdhër, por si premtim që nuk është vetëm një ditë tjetër dhimbjeje, por një hap më afër dritës. Alba ndonjëherë qan në krahët e tij. Qan për gjithçka që nuk di si ta thot. Qan për frikën, për dhimbjen, për trupin që nuk e dëgjon më si më parë. Dhe limi e lë të qaj. Nuk e ndalon. Sepse e di që lotët janë mënyra e shpirtit për të mos u thyer plotësisht. Ka momente të vogla që bëhen të mëdha. Një gotë ujë. Një batanie e rregulluar. Një jam këtu. Dhe këto gjëra, për dikë që po lufton, vlen më shumë se fjalët e mëdha. Alba nuk është e dobët. Ajo është e lodhur. Dhe ka dallim. Sepse të vazhdosh edhe kur nuk ke forcë, kjo është forcë. Dhe limi e sheh këtë, edhe kur Alba nuk e sheh më veten ashtu. Dita do të vijë kur Alba do të marrë frymë më lirshëm. Kur shëndeti do të stabili.